zeqatin e deleve, qysh do të me dhanë zeqatin e deleve. Ki dele, ki vi, qysh do të me dhanë zeqatin. Po mënohemi me folë shumë thjesht, me shkurtu sa të mujmë, basaber, Allahu Azza në letësot. Nëse një dikan që ka vi, e njoftan qysh me dhanë zeqatin, nëse ki vetë, koncentrau, mësoha, Allahu Azza në letësot. E para, delet edhe dhit. Kur të folëm për njënën, jem të folë për dyat, për delet edhe për dhit. Dhe më nëse nanin të folë për njënën, dhije që e njëjta është edhe për tjetërën. Nuk ka rëndësi a ki dele apo ki di. Rallë në herë i dalën, e kur i dalën, ne a përmenëm që për dhi është këto, për dele është këto. Tash, i ki dele ti, edhe dënë me ditë qysh me dhanë zeqatin. Pyetja e para është, delet që i ki ti, ose dhi që i ki, a i man për tregti, a i man për me përfitu për tyne, për tamli tyne, për i mishit tyne, thuja i maj për tregti, i shes, i blej, thëmë, në rregull. Ama, kjo hin të zeqati i pasurisë, të parët. Por këta, folëm një ditë tjetër. E këtë tjetër e thëtë, unë i kam dë dele, po unë i maj për shef. Hanë me shtyne, pita amlin e tyne, ishin e tyne përpunojmë, kim tokë, pëse mos më i majtë, elhamdulillah, thamë, për qëta jem të folë nësët. Qysh me dhanë zeqatin e shtyne dele, që i manë te për shpi. Qysh me dhanë zeqatin e tyne. Dikush thëtë, po unë i kam për shembull i kam 80 dele. Mirë po, 40 për tyne i maj, 100 e tyne i shes. Atër në regull. Ne jem të folë për qëto që i manë, qysh me dhanë zeqatin e tyne. E 100 e tyne që i shet, kjo hen të zeqati pasurisë. Por këto nuk jem të folë. Por këto folëm një ditë tjetër, inshallah. Nësot jem të folë për qëto që i manë gjithë. Te këto e kuptove pa? Ta është pyetja tjetër. Qëto dele që i manë ti, ose dhi që i manë ti, a i manë nahër mshelën, apo ilshan? Thujo, nahër i majëne, nuk ilshaj kur. Thama, atëre, elhamdulillah, për këto nuk ka zeqat. Për shkak se ki angazhimet mdhaja, ki hargjimet mdhaja, për këto s'ka zeqat. Po për cilat ka zeqat? Për delet që ilshan, me hangër në tokën Allahut Azza wa Jall. Qëto dele që si marën për tregti, edhe ilshan me hangër në tokën Allahut Azza wa Jall, por këto ka zeqat. Thu, po, edhe kjo është mas shumë në venin tonë. Në venin tonë mas shumë ti i pështjellin dyja, do me thonë, pak i majnë mrena, pak i majnë jashtë. Thu për shembull në i maj 3 muaj ditë dimrit mrena, tani verës, pipran verës, të hershme dhe në bjeshtë me vonë shmil që jashtë. Thëm, atëre këshu cila është ma shumë? A i manë ma shumë mrena apo jashtë? Nëse thu jo, jashtë ma shumë, ilqeni për tokë ma shumë, atë thëmë, nëse ma shumë, për shembull, nëse 7 muaj i manë jashtë, tjertë muaj ka pak mrena, ka pak jashtë, atëre e jebë zeqatin për to, se shumicën e kohës janë jashtë. Dohet me dhanë zeqatin për to. Qartë, për këto që lëshohen shumicën e kohës. Kush mënet me thonë, une i maj naher, tani lëshajnë tokë, mirë po tokën e kom thurë, e kom ponu, e kom mjellë, edhe aty hanë. Asë për këto s'ka zeqat. Për këto që i manë mrena, por edhe kur i lëshën tokën tane që e ke thurë, e ke mjellë, për këto s'ka zeqat. Për shkak se ti ki hargjimet mdhaja me ponimin e tokës, për këto s'ka zeqat. Na ka falë Allahu Azza wa Jall për kësajna. Të përhanë, nuk kim. Po përkan, vetëm për ato që i majnë amrana ma pak, ka 3-4 muaj, 5 muaj, e shumicën e kohës i lëshojnë e jashtë. Për këto, kena zeqat. Dhe këtu besoj që ke kuptu me lejen Allahut Azza wa Jall. Ta shpërshkojnë ato afro. I kiti do dele. Nuk i manë për tregti, ose i manë për tregti, gjysën i manë për mi majtë, për këto që jem të majtë. Për qëto po folëm. I ki, ka ardhë koha me dhanë zeqatin. Atëre do të me këshyrë sa dele i ki. Ashtë po monona me të thanë dhe me të shkru, inshallah, që me kanë me qartë për ty. Thët dikushën e kam 20 copa dele. Ose dhi. Përgjigja është, për 20 nuk ka me dhanë zeqat. Prej zera, prej njësht, po thujna, deri në 39 nuk ka zeqat. 39 copa i ki, 39 koka i ki, nuk ka nevoj me dhanë zeqat për to. Si të bëhan 40, duhet me dhanë një. Deri në 39 nuk ka zeqat. Si të bëhan 20 copa, 40 copa, duhet me dhanë një. Për 40, një. Niqka. Dash apo dele? Pyetja është, a i kiti krejt desh, apo ki dele? Thuja janë krejt desh. Krejt desh janë, atër e jep një dash.
Thuja janë krejt dele, atëre jep një dele. Thuna janë të përzime, 50%, kësi 50% kësi. Atëre mund është me dhanë qka do, dhe se jep dash në është më hajrë. A më banë edhe dele. Po thamë dash, po shkak se janë dy raste të Ibrahim a.s. edhe dashi në formë, vdekja që ka marrë në formë dashi ditën e gjykimit, këtë rast o kanë dash. Edhe pse hadithi është i përgjithshëm, hadithi të zeqati është i përgjithshëm, do më thanë më nëshme dhanë edhe dash edhe dele. Mirë po në qofë se e mund pëzam 70% i ki dash, e jep dash, në qofë se 70% i ki dele, e jep dele, në qofë se 50%, atëre e zgjedh shka danë, dash apo dele, po në qofë se jep dash, është maher vallanëm, qka të jep shështë hajer. E sa vjetë do të mi pas kë që ka me dhanë zeqat është, nja, për 40. Sa i madhë do të me kanë kë, a do të me kanë qenq, apo do të mi pas një vjetë, të dele të musliman, mirë është mi pas një vjetë. Mirë për në qofë se ka 6 muaj, 7 e përpjet, banë me dhanë, ama mirë është mi pas një vjetë. Të 10 duhet mi pas një vjetë. E ke da, qëta e këna da me dhanë zeqat. Që këtë është, nësë është dhi, cjap, duhet mi pas një vjetë. Të delet mirë është mi pas një vjetë, mirë po banë edhe më heret. Wallahu alem. Me 6-7 muaj, mund është me dhanë zeqat me lejen Allahu azza se i ke ba 40. Ama, edhe një kusht, duhet me prit një vjetë. Për shembull, në Ramadan, po thuaj në Ramadan ju në ba 40. Po dhe mujt tjetër, mujnë e haqjit, për shembull, në kohët haqjit ju në ba 40. Për shkak mos të kuptoj njerëzit që në Ramadan do të më thonë, jo. Në mujt haqjit tu kanë ba 40. Ta shprit një vjetë. Nëse në mujnë e haqjit në tjetërën vjetë, i ki hala 40, atëre jap nja. Mirë po, ka ndohë dhe qka, që një vjetë, i ke banë mujtë haqjit 40. Mirë po, mas 2 muaj ditet, është dash me shit nja, me bled dhe qka. Tjetërën e ka hangar uku, nuk janë ma 40. Tjetërën vjetë, kur vjen ku haqjit, nuk janë ma 40. Atëre nuk të obligohet ma zeqati. Mirë po, në qofë se jenë kanë 40 në mujtë haqjit si vjetë, ose në Ramadan, edhe në tjetërën vjetë, në Ramadan, i ki 40, ose ma shumë se 40, atëre jap nja. Qartë, tash po shkojna. Prej ne deri në 39 s'ka. Si të bëhen 40, duhet me dhanë nja. Tash, për mi 40, deri kur jetë nja, deri të bëhen 120. Deri të bëhen 120 jetë nja. Tash, 121. Deri në 200 copa, 2. 121. Deri në 202. Si të bëhen 201. Deri në 399 duhet me dhanë 3. Pra ta shkrujmë për juve që me kanë shumë malet me i majtmen. E banë sifat edhe runë. Këto është hapsir ma e madha, përshe? Këto është numri ma e madhë. Të banë, alhamdulillah. Prej 400-ve, deri 499, 4. Si të banë 500? Deri në 599, 5. Të më thënë, pej fillimit, deri në 400, i këshyrë qështo, me që të regullore, si t'hypin 400, por çdo 100 jepe ka nja. Po besoj që është e qartë që të ashti. Edhe me këtë formën që shëk në shkru, besoj që të bëhat e qartë këtë me lejen Allahu të azvgjel. Ta shpytje, une i kam 121, po më duhet me dhanë 2 dele, ose 2 desh. Po unë po kam qef me i majtë ato, po kam qef me adhon kërkujna. Ama mu nuk më pengon me adhon pare, a ban me adhon pare fukaras. Por shamull 2 dele, që po mbjen me dhanë zeqat, kushtojnë 500 euro, po thuna, a ban me dhanë fukaras 500 euro. Përgjigja është jo, nuk ban. Po më pëlqen me majt delen, po edhe atina i pëlqen, është haketina, i fukaras. Vetëm kur japëm, kur nuk ka zgjidhje tjetër. Nuk ka zgjidhje. Zdo në asë një fukara dele, për shamull këtë jenë në qytet. Zdo në kërkosh dele. Ti do të me pasurin tane, e vetë mja mundësi është me dhanë pare. Atëre japën parë, kur s'ka mundësi, jo kur ka qefaj, qefi tina fër nuk shyret, ti jep dele, nuk ke diskuton, vetëm kur s'ka mundësi, atëre ban me adhonë edhe pasuri. Ta shdo pytje, ti ki 99 dele, sa do të me dhanë? Pytje për ty, sa do të me dhanë? Ta shti ki 121, sa do të me dhanë? I ki 201 dele, sa do të me dhanë? 3. Deri kur? Deri sa të bëhen 399. I ki 399 dele, sa do të me dhanë? 3. Kur ti bash 400, si ti bash 400, jep 4. Po 505, po 606.
Po besoj që është e qartë, lutem Allahun Azza wa Jalla na bëj për musliman të mirë, Allah na ndihmoftë na drejtoft gjithmonë ka hajri. E me lejen Allahut Azza wa Jalla do të folum edhe për delet të cilat i majna për tregti se qysh me dhën zakatin. Allahu Azza wa Jalla na lehtësoft.